Si drejtor, apo bëhet tash e zakonshme kjo gjendja, duke sikur u betonu kjo greva e punëtorëve. Po në fakt e ka betonu kryeshefi Reqisa këtë gjendje, sepse ka dalë me kërkesa abstrakte, me kërkesa të cilat nuk janë reale, me në fakt narrativa të ndërtuara mbi të pavërteta dhe kërkesat natyrisht në pamundësi edhe ligjërisht për t'u plotsu. Ne kemi bërë mjekëseca shkallëve kështu që mbush pak frym. Ne kemi marrë veprimet tona ato çfarë ka qenë në mundësi. Mirë, që t'jella pak kohë edhe se e kam përshtypjen që kam thirrur në kohë të papërshtatshme. Ja isha shkallë e para, do thotë ju e bët këtë kontratën me 1.5 milion euro, por ajo çka kompania po thot momentalisht është për shkak të pagesave që kanë ardhur në komunë nga qytetarët, nuk kanë para që të funksionalizohen, të marrin rrokat, të ndezin kamionët edhe të dalin e të punojnë edhe të këto të këto mbeturinat sipërfaqësore që ju keni ofruar, ndërkohë thotë që ju keni para sepse ju keni dhënë kompanive private. Kjo është ideja ku këta po çalojnë që t'i kthehen punës. Ky është vetë jurist dhe e din çfarë po flet, po është me intriga dhe e ka mision këtë pjesë, sepse ky e din shumë mirë që për të pagu komuna duhet të kesh një kontratë, për cilën ne i kemi bërë ftesën dhjetor të vitit 2024, i kemi bërë ftesën në shkurt të vitit 2025. Mirë, po përkushtimi i tij ka qenë me injoru çdo kërkesë tonë dhe çdo bashkëpunim me komunën dhe është thirrë vetëm në një plotësim ndryshim të rregullorës, e cila në tërësi ka qenë në kundërshtim me ligjin dhe kryeshefi në asnjë formë nuk është i obliguar ligjërisht që ta respektojë një rregullore të një niveli komunal nëse vetë komuna e konteston si të palegjshme. Do thotë ky po të kishte qenë në mbrojtje të interesave të ndërmarrës dhe të punëtorëve pa asnjë hezitim kishte më nënshkruar qysh në dhjetor të vitit 2024 kontratën me komunën e Prishtinës, kishte me qenë në një marrëdhënie kontraktuale dhe asnjëherë nuk kishte ardhur në këto vështirësi financiare për të cilat na ua kemi tërhequr vërejtjen edhe asamblezëve, po natyrisht edhe kryeshefit. Ka vepruar ashtu siç ka vepruar, e ka prunë ndërmarrjen në një situatë që ne ka sjell. Ne po përpiqemi natyrisht që përmes subvencioneve të cilat i kemi nxjerr edhe në njërin nga asamblet e radhës, po që do e nxjerrim prap në një asamblet radhës me i subvencionu pagat e punëtorëve, sepse ata janë të pafajshëm në krejt këtë çfarë po ndodh, ndërsa po them këto çfarë ka ndodhur me ndërmarrjen dhe ky përkeqësimi gjendjes financiare është natyrisht pasojë e krejt një keq menaxhimi të kryeshefit Reqisa, rritjes numrit punëtorëve, rritjes kosteve të ndërmarrjes, mos efikasitetit në punë, mos pëlqyeshmërisë nga ana e tij për të pas një kontratë me komunën e Prishtinës dhe për të pas hyrat e sigurta, ndërsa ajo në çfarë thirret ai që ne ju kemi bërë thirrje qytetarëve me pagu tek ne është një vlerë që ne e kemi inkasuar për periudhën janar-maj